në përgjithësi çdo temperaturë e mjedisit është goditje nga nxehtësia. Ndërsa në momentin që fëmijët ndodhen në plazh dhe janë në ndikimin e diellit, quhet goditje nga dielli. Si fenomen është i njëjtë, është goditje nga nxehtësia. Pra, pavarësisht kur është në ndikimin e diellit, është më evident, më i dukshëm. Si fillojnë pastaj shenjat klinike? Çfarë ndodh në Shenjat klinike fillojnë zakonisht me sa më i vogël që jetë fëmia. Duke pasur parasysh që fëmia nuk është në gjendje të menaxhojë si pasojë e papjekurisë të sistemeve dhe organeve të ndryshme, fillojnë të ndërthojza sikur të thahet ky fëmijë. Pra fillon një tharje e lëkurës, një tharje e mukozave të gojës, një tharje e buzëve, fillon të agjitohet fëmia, pa ndonjë shkak të dukshëm, sepse nuk është si tek i rrituri që ti thua do ujë një fëmijë 2 muajsh. Pra, shpeshherë mendohet që simptomat ose pasojat që vinë nga goditja, nga nxehtësia, e theksoj të nga nxehtësia, sigurisht janë të lidhura dhe vinë në mënyrë të papritur, sepse çdo fëmijë në periudhën e verës duhet t'i jepet ujë edhe kur s'ka etje, edhe kur s'kërkon. Që është shpreha që ujin do ta pi me zor, se jo ushqimin. Pikërisht. Edhe është shumë e rekomandueshme që edhe fëmijët e vegjël, edhe fëmijët latant që themi ne, është rekomandueshme që të përdorin ujë gjatë periudhës së verës. Po, se e dëgjova dhe pak më herët që u konsumua si bisedë me një prej prindërve këtu. Kur fillohet jepet ujë fëmijës, bebes vogël latante? Bebes vogël, sidomos fillohet që mas ditëve të para, do thosha, mas 28 ditë të parë që quhet neonat fëmia, është e rekomandueshme që fëmia të fillojë të mësohet me shijen e ujit. Unë kam raste që janë fëmijë nga 2-3 vjeç që s'pin ujë, sepse prindrit i japin lëgje frutash dhe mendojnë që lëngu ujë frutave zëvendëson ujin. Absolutisht, ka më shumë sheqer dhe i bën më shumë dëm se sa... Në asnjë mënyrë nuk rekomandohet. Uji është, si thua, katalizatori që përshpejton të gjitha reaksionet në organizëm. Edhe ato që, sepse fëmijët janë kryesisht në qumshin e gjirit, dhe justifikimi i nënave është që ka ujë qumshtin, ndaj dhe nuk po japin. Jo, nuk është në sasinë që merr, për shembull, një fëmijë 2 muajsh, mund të marrë edhe 3-4 lugë ujë në ditë për të mësuar me. Dhe mos tani në temperaturat dhe shpeshherë në ato fëmijë të cilët janë mbi peshë, megjithëse ushqejnë me gjë, si pasojë e përqindjes së lartë të yndyrës në gjirin e nënave, rekomandohet dhe ujë për hollimin në një farë mënyrë të qumshit të gjirit. Pra, unë do thosha që dhe do të rekomandoja që uji nuk është i dëmshëm. Absolutisht, uji është jeta. Uji është jeta. Si duhet të veprojmë në momentet e para që ne shohim këto simptoma që ju përmendët? Ajo goja e thatë, ajo koputja, agjitimi, tregojnë që ky fëmijë është goditur nga nxehtësia. Zakonisht, duhet të theksoj një diçka shpeshherë e ceka pak përpara që fëmijët e vegjël merren në plazh dhe mbajnë çadër. Sot është vërtetuar shkencërisht nga shumë punime që edhe fëmijët të cilët rrinë hije, nxehtësia është e njëjtë. Nxehtësia është e njëjtë dhe e marrin atë që quhet goditje nga nxehtësia. Prandaj nuk rekomandohet nga ora 11 deri në orën 6 mas dreke që fëmijët të dalin edhe në çadër, edhe në hije. Sidomos fëmijët deri në moshën 12 ose 18 muajsh. Në mënyrë kategorike jo. Sepse ne shohim për ditë që fëmijët i marrin, i nxjerrin në çadër, në plazh këtu. Nuk rekomandohet dhe është për lëkurën, për syt, pastaj nxehtësia tjetër gjë që është thelbi për cilin po flasim. Këto janë çrregullimet kryesore të ndikimit të nxehtësisë tek fëmijët e vegjël janë kryesisht në tru. Pra është pikërisht truri që fillon e ndjen i pari dhe që manifestohet me shqetësime siç është shqetësimi, të qarat pa shkak të dukshëm. Ngadonjëherë mund të përfundojnë deri në konvulsione, në humbjen e vetdijes, e tund fëmijën dhe nuk reagon, dhe që nuk ka ndonjë sëmundje infeksioze, por vjen pikërisht si rezultat i nxehtësisë së lartë të mjedisit ku është. Pra, gjë e parë, kur shikojmë një fëmijë të tillë, duhet ta largojmë nga mjedisi ku është. Absolutisht. Mund ta vazhdojmë ta lejmë atje që të merresh me si thua menaxhimin e rastit. Duhet të çuar në një vend të freskët,
Zakonisht mund të përdorim peshqirat lagur, nëse shikojmë që lëkura është e thatë, është e skuqur, është i agituar, një fëmijë që mezi reagon. Ne duhet kemi parasysh që shpeshherë fëmijët që qajnë janë shumë pak të rrezikshëm në rrethojza sesa fëmijët që janë si të përgjumur. Një fëmijë i përgjumur ka shumë probabilitet për të përfunduar rënd, edhe për të vdekur, sesa një fëmijë që qanë. Fëmijë që qanë shpeshherë na vinë ne me që po thonë që ka 2 orë që qanë. Edhe nuk vdes fëmija nga i qara. Por vdes shumë kollaj një fëmijë i cili është i përgjumur, që nuk reagon, që e ka efektin nga nxehtësia e lartë. Edhe kur kanë temperaturë, shpeshherë na kanë thënë mjekët e fëmijëve tanë që a është aktiv fëmia apo luan apo është i përgjumur, sepse kjo e dyta është më e rrezikshme. Shumë e rrezikshme sepse vjen është një simptom i trurit, i prekjes së trurit. Pra kjo përgjumja, kjo mos aktivizimi, mos reagimi ndaj ngacmimeve, është shenjë që tregon që kemi të bëjmë me një prekje të trurit. Dhe në këto raste, sigurisht, po të kapet në momentet e para, dhënia e solucioneve është shumë efikase. Një banjë me ujë me temperaturë 37 grade gjysmë që mund t'i bëhet fëmijës. Shtimi i sasisë së lëngjeve, jo frutave, jo lëngjët të shtrydhura. Lëngjët të shtruar them ujë. Pra, uji është ilaçi, me qenë se deri 70% e trupit të një fëmije është i përbërë nga uji. Dhe në momenti që i ikën këto, fillojnë ato shenjë që janë manifestohen shenjat të rënda që konsiderohen si dehidrim. Pra, ikje e lëngjeve të trupit. Quhet ky proces quhet dehidrimi i trupit të fëmijës. Dehidrim, ka shenja të tjera sepse tek figura po shohim atë prekjen dhe mjekët e manifestojnë me këtë prekjen, pse e kuptojmë tek pjesa e barkut këtu, këtë lëkurën? Ka 3 shenja që janë të lidhura me atë që quhet dehidrim. Pra, problemi fillon kur të shfaqet dehidrimi, por si ta kuptoj një prind që ky fëmijë ta kuptoj në shtëpi dhe të direkt të veprojë. Në këto raste po e kuptoj njëra nga këto sikur të rezultojë pozitive, pra pozitive ne konsiderojmë kur del në pa si shenjë, duhet me njëherë të drejtohet në spital, sepse ky fëmijë ka nevojë për perfuzione, nuk mund të mjekohet me lëngjë nga goja. Duhet patjetër të marrë serumin. Kush është ajo që quhet një ndër këto është ajo që quhet plika kutane, që ne e shohim tek fëmijët. Pra, nëse kapet me 2 gishta lëkura e barkut dhe tërhiqet, lëkura ngel si plastelin, nuk shkon me njëherë në vend. Kjo tregon që në organizëm kemi mungesë të lëngjeve. Kjo shenjë që është pozitive, duhet të bëj familjarin, prindin, nënën, babën, të shkojë me njëherë në spital, për të marrë perfuzione, për të marrë lëngje. Shenja tjetër, janë nga ndonjëherë tharje e mukozave të gojës, por që shpeshherë fëmijët e zakonisht mukozat e gojës, ose pjesa e brendshme e gojës, duhet jetë e lagësh gjithmonë. Nuk mund të jetë e thatë. Pra, nëse ne me gishin e vogël, të larë, sigurisht, fusim në gojën e fëmijës dhe shohim dhe kur e nxjerrim gishin ky del i thatë, kjo tregon që ky fëmijë ka humbur lëngje. Duhet shkojë në spital që të rihidrohet me solucione venoze. Me solucione venoze. Dhe një shenjë tjetër e treta është syt? Jo, syt janë në fazat avancuara kur fëmijët qajnë pa lot. Okej, pra syt të qarë në të thatë, si që në të thatë, eksakt. Por është fazë avancuar. Fazë që duhet kapur nga familjarë, nga prindit, është kur fontanela, që është pjesa e sipërme e kokës, normalisht është në nivel. Në momentin që bëhet si govat, ose futet, pra duke prekur me gisht, ne konstatojmë, ose familjari konstatojnë që është si e zhytur, kjo tregon që ka humbje të lëngjeve dhe duhet të adresohet për të marrë perfuzione me rrugë venoze. Pra, kujdes mos si neglizhoni këto 3 shenjë që janë shumë të rëndësishme për të treguar nëse kemi të bëjmë me dehidrim.